Përshëndetje shenja e peshores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi 2 shpatat, drejtësia, 10 monedat dhe mbreti i kupave. Atëherë në sferën personale, kjo javë për ju fillon si një dialog i brendshëm dhe i heshtur. 2 shpatat tregon një moment ku mendja dhe zemra juaj qëndrojnë përballë njëra tjetrës. Ju mund të jeni përpjekur të mbani ekuilibrin duke mos zgjedhur, duke qëndruar në një zonë neutrale për të shmangur trazimin. Por kjo kartë nuk është thjesht shmangje, është një fazë inkubimi, pra brenda jush një vërtet po piqet. Prania e kartës së drejtësisë është shumë domethënëse për ju si peshore. Ajo flet për ligjin e brendshëm, për nevojën që të jeni të drejtë me veten. Kjo javë ju kërkon të shikoni një situatë pa iluzione. Çfarë është realisht e balancuar dhe çfarë është vetëm domethënë që duket si e tillë. Mund të ketë një vendim që lidhet me kufit personal, me atë që jepni dhe merrni në marrëdhënie, ose me një zgjedhje që ka pasoja afatgjata. Karta e 10 monedave sjell një energji themelimi. Ajo tregon se përtej këtij procesi vendimarrjeje ekziston një premtim stabiliteti. Ju nuk jeni duke rrezikuar gjithçka. Përkundrazi, po rregulloni themelet e jetës suaj për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme. Kjo kartë flet për siguri materiale, por edhe për ndjenjën e përkatësisë, pra për rrënjët tuaja. Mbreti i kupave mbyll këtë sekuencë si një figurë e pjekurisë emocionale. Ai sugjeron se forca juaj këtë javë nuk do të vijë nga kontrolli i jashtëm, por nga qetësia e brendshme. Ju jeni të aftë të mbani emocione të thella pa u përmbytur prej tyre. Kjo është një javë ku ndjeshmëria juaj bëhet udhërrëfyes, jo pengesë. Nga ana intuitive mund të thoya që mbreti i kupave mund të jetë edhe dikush që ju ndihmon nga ana financiare. Kalojmë tek familja. Në familje kemi mbretin e shkopinjve, kryepriftëresha, 8 kupat dhe hierofanti. Energjia familjare këtë javë është komplekse dhe e thellë. Mbreti i shkopinjve përfaqëson një figurë autoritare, që mund të jetë dashluan ose shigjetar, mund të jetë në familjen tuaj, pra një familjar i juaj, ose mund të jeni ju të konvertuar në këtë lloj modaliteti. Domethënë që vjen një nevojë për drejtim, tip leadershipi. Mund të jetë, siç thash, një person në familje që mban rol udhëheqës, ose mund të jeni vetë ju, domethënë që e merrni këtë lloj iniciative. Kryepriftëresha sjell një situatë heshtjeje, pra ka ndjenja, ka mendime ose histori që nuk janë shprehur plotësisht. Kjo kartë nuk flet me patjetër për sekrete negative. Shpesh ajo tregon një botë emocionale të pasur që pret të kuptohet me intuit, jo vetëm me fjalë. Pra, keni parasysh kur është një lloj komunikimi që nuk ka nevojë për fjalë, por kuptohemi me të tjerët vetëm duke e parë njëri tjetrin. Më pas kemi kartën e 8 kupave, që është karta e një largimi të vetëdijshëm. Në kontekst familjar, ajo mund të tregojë një nevojë për distancë emocionale, pra për të mbrojtur veten ose për të kërkuar kuptim më të thellë. Kjo kartë nuk flet për braktisje, por për një udhëtim të përkohshëm drejt vetes. Hierofanti në fund sjell rikthimin tek tradita dhe struktura. Ai sugjeron se pavarësisht tensioneve të heshtura, ekziston një bazë e fortë vlerash që mund të ribashkojë familjen. Kartat këshillojnë të qaseni domethënë drejt marrëdhënieve familjare me durim dhe ritual. Ndonjëherë një gest i vogël ose një vakt që e konsumoni në mënyrë të përbashkët, një bisedë e qetë, krijon hapësira për shërim. Do të thoja besoni në intuitën tuaj kur ndjeni se është koha për të folur dhe kur është koha për të dëgjuar. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi mbretin e shpatave, 4 shkopinjt, 10 kupat dhe 2 monedat. Në dashuri energjia është një përzierje e mendjes së kthjellët dhe premtimit për lumturi. Mbreti i shpatave përfaqëson komunikim racional.
Ai thret të jeni të qartë, të artikuloni nevojat dhe kufijtë tuaj pa frikë. 4 shkopinjtë është një kartë feste dhe stabiliteti. Ajo sugjeron një ndjenjë sigurie në marrëdhënie, një hapësirë ku mund të pushoni emocionalisht, 10 kupat e zgjeron këtë energji në një vizion të lumturisë së përbashkët. Është një harmoni që prek jo vetëm çiftin, pra ju si çift, por edhe rrethin më të gjerë. Megjithatë, 2 monedha tregon se kjo lumturi kërkon balancim aktiv. Ju mund të ndjeni të ndarë mes detyrimeve dhe dëshirës për të investuar kohë në dashuri. Kartat këshillojnë ta trajtoni dashurinë si një prioritet të vetëdijshëm. Planifikoni kohë cilësore dhe mbani komunikim të hapur, sepse kjo do t'ju ndihmojë që të ruani ekuilibrin. Kalojmë tek puna ku kemi 6 monedhat, asi i kupave, mbretëresha e shkopinjve dhe kalorësi i kupave. Në sferën profesionale, kartat tregojnë një rrjedh bujarie dhe frymëzimi. 6 monedhat sugjeron mbështetje reciproke, ndoshta ndihmë nga kolegët ose një shpërblim për përpjekjet tuaja. Asi i kupave është një fillim emocionalisht i pasur, ose mund të jetë edhe një njëje e re në punë. Mund të jetë një projekt që ju frymëzon ose një mundësi që zgjon pasionin tuaj. Mbretëresha e shkopinjve ju vendos në qendër të skenës si një figurë karizmatike dhe e sigurt. Ose mund të jetë një shenjë zjarri në punën tuaj, se mbretëresha e shkopinjve përfaqëson zakonisht shenjat e zjarrit, dashluan shiqetar. Kalorësi i kupave sjell lëvizje dhe oferta. Ai tregon se intuita dhe kreativiteti do të luajnë rol kyç në suksesin tuaj. Kartat këshillojnë që t'i besoni ideve tuaja kreative dhe shprehini ato me guxim, siç është mbretëresha e shkopinjve, sepse bashkëpunimet e ndërtuara mbi respekt dhe entuziazëm mendoj se do t'japin fryte. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi kartën e vetëdijes. Kjo kartë e përshkon gjithë leximin si një fije e artë. Ajo flet për zgjerimin e vetëdijes, për aftësinë tuaj për të vëzhguar jetën si dëshmitar dhe pjesëmarrës njëkohësisht. Kjo javë ju fton të vini re modelet, pra si të reagoni ndaj stresit, si të kërkoni dashurinë, si të ndërtoni sigurinë. Çdo vëzhgim, unë do të thoja që është një hap drejt transformimit. Një praktik më të thelluar që do doja ta ndaja me ju, do ishte që çdo mbrëmje t'i rishikoni, domethënë ditët tuaja si një histori. Vërini momentet ku keni vepruar me vetëdije dhe ato momente ku nuk keni reaguar domethënë siç duhet, sepse ky lloj ushtrimi e forcon shumë praninë tuaj. Paqim.